Janë rikthyer punimet në autostradën Levan-Vlorë dhe deri më tani janë asfaltuar 10 kilometrat e parë të saj. Punimet janë inspektuar nga Ministri i Punëve Publike dhe Transportit, Sokol Oldashi, i cili e ka quajtur këtë projekt si mjaft të rëndësishëm dhe ka sqaruar se problemet e hasura më parë në këtë segment janë zgjidhur përfundimisht. Jemi në pikun e punëve në sektorin e rrugëve, por inspektimi i tanishëm në segmentin Levan-Vlorë, që një nga projektet më të rëndësishme që ne kemi në dorë, është mjaft pozitiv. Është një projekt me cilin ne kemi pasur probleme jo të vogla, probleme të cilat përfundimisht duket se janë të zgjidhura dhe progresi i punëve tregojnë që ka një ndryshim rrënjësor të situatës. Në të njëjtën kohë, menaxheri i firmës kontraktuale theksoi kapërcimin e problemeve të shfaqura dhe rritjen e intensitetit të punimeve. Në të kaluarën kishim disa probleme të cilat tashmë i kemi zgjidhur dhe po punojmë intensivisht në realizimin e këtij projekti, ku mbas disa muajsh progresi do të jetë edhe më i dukshëm në të gjithë segmentin. Autostrada Levan-Vlorë ka një gjatësi prej 25 kilometrash, përbëhet nga 4 korsi dhe pritet të përfundojë verën e vitit të ardhshëm.